Kabineti qeveritar i propozuar nga Albin Kurti si i mandatuari për formimin e qeverisë së re nuk mori dot 61 votat e nevojshme. Në Kuvendin e Kosovës 56 deputet votuan pro, ndërsa 52 kundër dhe 4 abstenuan. Sipas kushtetutës, presidenti Osmani brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin e ri që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse dhe përpjekja e radhës dështon, atëherë Osmani do duhet të shpallë zgjedhje të reja që duhet të mbrahen brenda 40 ditësh. Në sallë ishin të pranishëm 130 deputet, ndërsa mbajti fjalën e tij Albin Kurti. Në fjalën e tij, kreu i lëvizjes vetëvendosje e njëkohësisht kryeministër ende në detyrë, Kurti tha se në këto 6 muaj përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhan asnjë rezultat. Mbi 6 muaj prej thirrjes së seancës më në fund kemi një kuvend të konstituuar, është një vonesë pa precedent ku 5 nga këta 6 muaj deputetët ishin duke pritur gjykatën kushtetuese, asnjë parti që i kemi bërë ftesë nuk ka pranuar bashkëpunim, u shpreh ai. Sipas tij, po të kishte pasur një qasje pozitive, sot do të ishte krijuar një qeveri koalicioni. Sot qeveria propozohet për votim si një akt i shërbimit ndaj vendit. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të re, pa buxhet për vitin e ardhshëm dhe pa funksionim të institucioneve të vendit. Shtoi ai, një vend pa buxhet është një vend që nuk mund të ecë përpara. Votoni për interes publik e shtetëror. Qeverinë e prodhuar nga rezultati i 9 shkurtit ishte thirrja e Albin Kurtit.